Një 18 vjeçar në Tetov me vetur, një i mitur 16 vjeçar nga Tetova me motociklet, një 15 vjeçar me moped në Gostivar, 3 persona të ndaluar në banjicë të Gostivarit duke drejtuar motocikleta pa targa, një 38 vjeçar në rajonin e Grupçinit duke drejtuar një kamion me targa të Shkupit pa paten shoferi, janë evidencat që janë shënuar në buletinin e sektorit për punë të brendshme Tetov gjatë 24 orëve të fundit në kuadër të kontrolleve policore për shkeljet në trafik, sidomos vozitjeve pa paten shoferi. Dje në ora 14:30 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga departamenti policor Zherovian kanë privuar nga liria një 30 vjeçar nga po i njëjti fshat, i cili ishte denoncuar nga i afërmi i tij 61 vjeçar nga i njëjti fshat se kishte kërcënuar. Dje në orën 19, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 28 vjeçar nga Tetova. Më parë, nëna e tij 51 vjeçare ka denoncuar në sektorin për punë të brendshme Tetov se rreth orës 12 në shtëpinë familjare, ai ka filluar të sillet në mënyrë agresive dhe ka thyer orendit e shtëpisë pasi ajo nuk i kishte dhënë aq para sa kërkonte. Pas kësaj, ai ka kërcënuar me thik bashkëshorten e tij, 24 vjeçare, dhe ka sulmuar fizikisht nënën e tij. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 10:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në aksin rrugor Mavrov-Dibër në afërsi të manastirit të Bigorit, një 55 vjeçar shtetas gjerman, duke drejtuar një motociklet me targa kombëtare gjermane, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga me motociklet. Në aksident, motociklisti ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në qendrën mjekësore në Gostivar. Kthyrjen e vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi i departamentit për punë të brendshme Gostivar. Dje në ora 23:20 në rrugën Vëllezri Gjinoski në Gostivar, pas një aksidenti të ndodhur më parë midis 2 automjeteve të udhëtarëve, zyrtar policor kanë kryer alkol testin ndaj njërit prej shoferëve, një 57 vjeçar nga fshati Vrapçisht, i cili drejtonte një automjet Mercedes me targat Gostivarit. Me këtë rast, atij i u matën 2,54 promil alkool në organizëm dhe në konsultim me prokurorin publik, shoferi është privuar nga liria dhe automjeti është sekuestruar.